Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar një propozim të ri për reformën territoriale që parashikon rritjen e numrit të bashkive dhe rikthimin e komunave. Gjatë një takimi me ekspertë, ai theksoi se kjo formulë synon të afrojë shërbimet më pranë qytetarëve dhe të përmirësojë funksionimin e pushtetit vendor sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Standardin për Shqipërinë malore kodrinore duhet të rikthejmë komunat në të gjitha zonat kodrinore dhe malore ku ekzistojnë një numër i caktuar banorësh. Unë nuk mund të them aty ku s'ka banor, sa ajo është proces i gjatë ripopullimit, por duhet rikthehen në të gjitha zonat kodrinore dhe malore në të cilat ka, sa të themin 1500 ose 1300 banorë. Berisha u shpreh se ndarja e rajoneve mund të bëhet në përputhje me modelet e vendeve të BE-s, ndërsa shtoi se drafti përfundimtar i demokratëve do të publikohet vetëm pasi të përfundojnë konsultimet me qytetarët në të gjithë vendin. Ne nuk kemi një variant përfundimtar sot, sepse varianti përfundimtar do dalë pas një debati. Kryedemokrati e kritikoi ashpër reformën territoriale të vitit 2015 duke cilësuar atë si një projekt me qëllim elektoral në favor të Partisë Socialiste. Antireforma që u bë qeverisë vendore kishte dy kritere themelore: vjedhjen, votën. Votën dhe vjedhjen, vjedhjen dhe votën. U shuan me një trënd lapsit. Në Trojez ishte i pranishëm dhe bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale, Luciano Boçi, i cili deklaroi se propozimet e mazhorancës synojnë ndarjen e territorit mbi baza elektorale në varësi të interesave politike të qeverisë.